Na kemi planifikuar që ajo rrugë të lidhet me rrugën vjetër magjistrale edhe me autostradën e re, në mënyrë që me ju bën një lidhje këtij lokaliteti, për shkak se është shumë i zhvilluar edhe shumica e bizneseve, sidomos të industrisë së drurit janë të vendosura ato. Ato kemi pas probleme shumë me prona, se prej ke 24 prona private që do të me u zgjerua, na kemi arritur i di me pronaret dhe kemi fillu procedurën e shpronësimit të atyre pronave, sa i rrugë ka qenë ngusht, tash është duke u punuar me gjitha standardet, do të thotë pra po zgjerohet, po bëhet me trotuar përkamësor, me shteg për bicikleta, me trupa ndriçues, edhe gjithë infrastruktura në toksore duke përfshirë që kemi ndrua edhe gypat e ujësillësit se ka qenë shumë të vjetruar dhe tash ajo e ka afatin e përmbarimit dikon ka fundi i qershorit, nëse na mundu me ja paguë me paret operatorit. Pra çdo gjë lidhet me financa sepse kontrata është e nënshkruar qysh vitin e kaluar, po në qoftë se kemi mjetet tash, me i pagu atëherë ka me u realizu projekti si mas planit dinamik. Po, kryetar, dua të pyes gjithashtu nëse jam pjesë e këtyre, pra bëhet fjalë edhe për një rrugë në fshatin Liçej, po flasim konkretisht për rrugën Dritan Mehana, por edhe një rrugë tjetër në fshatin Beqiq. Pra, si qëndrojmë me punët me këto dy rrugë? Kur pritet të rregullohen? Me thonë të drejtën të gjitha këtu janë rrugica, brenda lagjeve, se as të një rrugë në as të një fshat nuk është e pa asfaltuar në komunën e Vushtrrisë. Po, pra po flasim për rrugica, të dyja. Qytetin si thot? Këto dyja, pra janë rrugica. Po më dëgjo, këto janë rrugica, do me thonë që tash une nuk i kam përpara planin me ditë për merë se kur do të, po mund t'jenë një rrugicë 5-60 metra që lidhë një shtëpi ose dy shtëpi, edhe është e shtruar në zhavar. Pra, të gjitha rrugët janë të kalueshme, nuk kemi rrugë në komunën e Vushtrrisë që është e pakalueshme, se kemi trajtuar të gjitha ato rrugë të rangut të 4, të cilat nuk kemi mujt me asfaltu, ne kemi trajtuar në zhavar, edhe i kemi hap edhe kanalet kolluese, kështu që janë të kalueshme. Shohim tash, po kërkesat e qytetarëve janë që çdo rrugicë në fshat të jetë asfaltuar, gjë që me këtë buxhet për këtë vit është e pamundur.